Përshëndetje të nderuar shikues. Janë bërë 5 muaj që nga hyrja në fuqi e vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë që i obligon bizneset e mëdha të dalin në tregun e hapur. Ndërkohë, çmimet e larta të energjisë kanë ndikuar në koston e prodhimit, linjat e prodhimit dhe investimet e bizneseve. Për të diskutuar me ne hollësi efektet dhe zgjidhjet e mundshme, në studio kemi kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, zotin Lulzim Rafuna. Zoti Rafuna, mirë se erdhe në studion e Radios Evropa e Lirë. Mirë se u gjej. Zoti Rafuna, fillimisht sa ka qenë çmimi për megawatt për energji elektrike para 1 qershorit dhe sa është aktualisht? Dhe si po reflekton çmimi tek kostoja e prodhimit dhe çmimet e produkteve? Po, para qershorit e kishën çmimin e rregulluar, që ishte një çmim edhe pse për bizneset ishte më i lartë se sa për ekonomitë familjare, mirë, po prap ka qenë në shumë më i lirë se sa që e kanë tani. Dallimi shkon prej 200 deri në 300%, varësisht prej kompanisë dhe prej veprimtarisë se sa e konsumon energjinë elektrike. Nuk është që ka ndiku për të mirë, në fakt ka ndiku për të kundërtën për të keq, për shkak se ne edhe si Odë Ekonomike kemi dhënë alarmin që rritja e çmimit të energjisë elektrike është kosto operative e çdo biznesi dhe do të ndikojë negativisht sidomos te prodhimi, për shkak se prodhimi jon do të jetë më i shtrenjtë se sa që ka qenë para qershorit. Dhe për hir të transparencës, asnjë prej bizneseve nuk ka qenë kundër daljes në treg të lirë, mirë po vetëm kanë kërkuar një kohë shtesë ose një tranzicion në mënyrë që të bëjnë investime më shumë që ta ulin kërkesën për blerjen e energjisë elektrike apo importimin e energjisë elektrike nëpërmjet distributorëve të tjerë, që kish me ndiku edhe në uljen e çmimit ose kostos operative të çdo biznesi, të çdo prodhues në këtë rast. Dhe kjo produktin tonë kish bërë më konkurrent në tregun e brendshëm, po edhe në tregun e huaj ato ku kemi arritur që të eksportojmë produktet tona kosovare. Kështu që është një gjendje koqë shqetësuese te biznesi. Biznesi është duke u sfidu përkundër edhe shumë sfidave tjera që i kanë pas. Kjo është edhe një sfidë shtesë që u ka shtu biznesit të Kosovës dhe efektet e kësaj do t'i vrejmë, po besoj që sipas analizave të Odës Ekonomike, sidomos gjatë muajit nëntor, dhjetor edhe janar kur është edhe piku i konsumit të energjisë elektrike. Keni informacione se sa kompani kanë pezulluar investimet, kanë reduktuar staf ose kanë humbur kontrata për shkak të çmimeve të energjisë elektrike? Kemi një numër, nuk e kemi një numër të saktë për ta dhënë, mirë po kemi në kompani që veshin deklaru, tani edhe kanë dëshmu që ka kompani që edhe është mbyll, ka kompani që është detyruar me nështruar riorganizimit të tyre, ku një pjesë të punëtorëve e kanë liru. Po kemi edhe kompani që se ka zgjeru investimin ose nuk ka filluar investimin e ri për shkak që ka qenë detyruar që atë investim ose ato mjete që ka pas të destinuara për zgjerimin e kapaciteteve prodhuese është detyruar që t'i dërgojë në panele solare dhe në bateri, domethënë ka qenë një riorientim komplet i investimit të planifikuar. Dhe kjo ka qenë edhe ajo kërkesa jonë që qeveria të qëndrojë mbrapa me subvencionim, në mënyrë që mos i detyroj bizneset të riorientojnë investimet e tyre, por të vazhdojnë bizneset me investimet e tyre, kurse investimet në panele solare, në bateri t'i subvencionoj qeveria e Republikës Kosovës nëpërmjet buxhetit të shtetit, siç ka ndodhur në çdo vend tjetër. Po më intereson, a ka ndikuar çmimi i energjisë elektrike tashmë tek produkti final, tek produktet në raftet e marketeve? Padyshim që po, na kemi një rritje të produkteve dhe friga jonë është kjo që produktet tona do dalin më të shtrejta se sa produktet e importuara dhe në atë rast se konsumatori e kërkon një produkt me kualitet paraforcisht njëjtë me çmimin më të lirë. Dhe nëse produktet e kualitetit të njëjtë na vijnë në Kosovë me çmim më të ulët, atëherë konsumatori do t'i blejnë ato produkte që me çmim më të ulët. Dhe kështu që do të bie kërkesa për produktin e Kosovës. Mirë po bashkë me këtë do t'i humbëm edhe tregjet e huaja, për shkak se prodhuesi jon do të jetë i detyruar që produktit kosovar, prodhimit vet, t'ia ngarkojë këtë kosto operative dhe ta ngrisë çmimin. Çka ndodh, me njëherë do ta hubë sushmërinë dhe me njëherë do të prishet kontrata dhe do ta hupa treg që ka fituar me shumë mundi. Bile bizneset tona tregjet jashtë i kanë fituar me iniciativat e veta, me investimet e veta, nuk kanë pas asnjë mbështetje nga ana e qeverisë Republikës Kosovës që me fitu një treg jashtë. Spaku si qeveri mu angazhu që m'ia kriju një ambient më të mirë, më të favorshëm që me eksportu produktin e vet në tregun qoftë regional, qoftë evropian.
Po cilat janë ato propozimet konkrete të Odës Ekonomike të Kosovës për t'i zbutur pasojat e liberalizimit të tregut të energjisë? Po kërkesa jonë ka qenë që të kemi një fazë të tranzicionit, të ulmi gjithë së bashku, ta përgatitëm së pari tregun, kuptimin e furnizuesve, edhe pse tani mas një qershori ka furnizues të licencuar, mirë po deri me një qershor nuk i kemi pas 4-5 licencues, edhe pse zyra rregullatorit të energjisë elektrike gjithmonë kanë thonë që vjen diku 20 operator furnizues të energjisë elektrike, mirë po prej tyre 16 nuk kanë qenë të regjistruar në Kosovë, të licencuar në Kosovë. Dhe çka ka ndodhur kur i kemi dërguar ne si biznes ose biznesit kur i kanë dërguar ofertat, vetëm 3 në përgjigjen ofertat e biznesit, ndërsa 16 të tjerë kanë injoruar totalisht për shkak se s'kan pas kurfar obligimi ndaj bizneseve të Kosovës apo ndaj zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, se këta kanë qenë të licencuar në Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri. Mirë po në bazë të marrëveshjeve që ekzistojnë bilaterale, jo është njoft licenca edhe në Kosovë. Mirë po ai nuk dihet përgjes. 3 që kanë qenë të licencuar para një qershorit, ka qenë në Keko që ka posedu licencë, mirë por asnjëherë nuk ka ofruar shitje për se s'ka pas kapacitete dhe sot s'ka kapacitete Keko për me ofru për qëllime komerciale për shkak se i ka obligimet ligjore dhe kontraktuale me furnizu Keskon. Ka qenë në Kesko, që është produkti Kecit. Kesko ka ofru çmime prej 200 deri në 400% më shtrejt dhe ka qenë Noa e cila ka deklaruar që gjatë vitit 2025 ne kemi të interesuar me ushit bizneseve energji elektrike në Kosovë. Çka ka ndodhur 2-3 ditë para datës në qershor, kanë filluar me licencu të rinj, po që si kemi njoft, nuk i kemi ditë askush janë, se edhe kjo është një sfidë tjetër e biznesit, si ushin marrëdhënie kontraktuale me dikanin që nuk e di kush është. Dhe tani ndërkohë gjatë muajve korrik e gosht ka edhe licencum të tjerë. Mirë po, sot për sot furnizuesi më i madh është Keci dhe për ndërmarrjet publike është Keku. A mjaftojnë këto kompani për një konkurrencë të drejtë në treg? Sa më shumë që kem kompani furnizuese, sa më shumë që është konkurrenca, sa më e madhe konkurrenca është aq më mirë, se do të ketë oferta më shumë. Mirë po deri më sot ne ende nuk kemi arritur që të bindemi që me të vërtetë kemi një konkurrencë të drejtë, transparente dhe të mirë. Shpresojmë shumë që do të kemi një fazë të tranzicionit dhe do të ulëm gjithë së bashku, ta përgatitojmë tregun, ta përgatitëm një paketë mbështetëse dhe ta saktojmë datën se kur do të jetë, si më thon, data më e përshtatshme për me dalë në tregun e lirë. Në këtë kuadër a mund të ndërhyjë qeveria me subvencione apo me masa fiskale për bizneset prodhuese? Po i çdashtë. Kjo pa theksoj ka qenë kërkesë e jonja, ka qenë kërkesë e Odës Ekonomike që të ketë një mbështetje se gjitha vendet i kanë mbështet bizneset, gjitha vendet i kanë ndihmu bizneset, gjitha vendet e kanë pas një dialog publiko-privat me biznesin për me, si më thonë, mi përgatit kohën më të përshtatshme për me dalë në treg lirë. Se çdo vendim është i mirë dhe i plot implementueshëm kur gjitha palët që janë pjesë implementimit të atij vendimi konsultohen dhe koordinohen se si me fillu procedurën e implementimit të atij vendimi. Po cilat janë kërkesat konkrete? Janë masa fiskale apo subvencionet? Po edhe masa fiskale, po edhe subvencione. Masa fiskale në kuptimin e lirimit nga gjitha detyrimet, për shembull të paneleve solare, të baterive edhe kështu me radhë, kurse subvencionimën prap ato ku s'ka mundësi mi subvencionue bateritë sidomos edhe panele solare. Po mos harrojmë se vijnë edhe disa veprime administrative. Bizneset ende kanë të kufizuar mundësinë që energjinë elektrike që prodhojnë më tepër ta shesin në rrjet. Kjo duhet t'ju lejohet biznesit. Sikurse që pi detyron me ble, t'ja vlejosh që ata me pas të drejtën me shit. Apo mu kompenzu. Për shembull me furnizuesit që janë tonë, në periudhë kohore kur biznesi nuk ka nevojë për çaq sasi të energjisë elektrike që prodhojnë, me qit në rrjet dhe më pas gjatë kohës kur ka nevojë mu kompenzu për çaq sasi të energjisë me furnizues e licencuar. A kanë filluar bizneset që të investojnë në burimet alternative, qoftë me diell apo me erë, për të ulur varësinë nga tregu? Kanë filluar me të madhe me investu, sidomos pas një qershorit, mirë po fatkeqësia ka qenë që, siç e thash, në fillim i ndërprej investimet, ose kanë filluar një investim në një objekt ose blerje në një pajisje për me prodhuar detyruar me ndal atë investim dhe me riorientuar atë investim në panele solare, në bateri apo edhe në alternativa tjera të energjisë elektrike. Ndërsa ata që se kanë filluar investimin, komplet investimin në planifikuar kanë riorientuar në panele solare. Edhe besojmë shumë që deri në pranverë të vitit të ardhshëm do të fillojnë, për shkak investimeve që duke u bë, do të fillon të bie kërkesa për blerjen e energjisë elektrike siç është sot.
Se i ka, si më thoni, ka gjetë bizneset të papregaditura. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse na kemi lyp një fazë të tranzicionit. Si e krahasoni liberalizimin e tregut të energjisë në Kosovë me vendet e rajonit dhe çfarë praktikash mund të përshtaten këto? Shiko, Kosova nuk ka qenë shembulli i mirë, dhe nuk ka shembull i mirë sa i përket tranzicionit të energjisë elektrike, që kemi rastin tani të fundit në Shqipëri, është një grup i bizneseve që është duke u përgatitur me dalë në treg, që 7 muaj në Shqipëri, qeveria e Shqipërisë ka marrë iniciativë, është të dialogu, është të i përgatitur bizneset që me ne janë ardhur me dalë. Dhe gjithmonë kur del në treg lirë, del në fillim të vitit fiskal. E këtu të na çka ka ndodhur, në muajin mars, pasi që kryu zgjedhjet, me 3 mars na ka ardhur njoftim që me një qershor ju jeni në treg lirë. Në vendet tjera ka ndodhur kundërta. Vendet tjera janë konsultu, ju ofru paketa mbështetëse dhe ka shumë praktika të mira. Po ka edhe praktika evropiane, për shembull në Gjermani sot e kësaj dite Gjermania bizneseve, një grupit bizneseve të mëdha, konsumues të mëdha që janë, ende ja subvencionon në pjesën e transmisionit të energjisë elektrike. A do të ndikoj çmimi i energjisë elektrike tek investitorët e huaj, apo ka raste që ndonjë investitor i huaj ka ndërprer prodhimin në Kosovë? Ka raste që ka ndërprer prodhimin në Kosovë investitori i huaj. Mirë po, për ardhen investitorëve të tjerë, padyshim që ka me ndiku se na gjithmonë çështjen e çmimit të energjisë elektrike e kemi shit si një mundësi tjetër për marrë me investu në Kosovë. Po, kur jemi të investitorët e huaj, po të brendshëm, na duhet me punu shumë, dhash zotit kena ministra me integritet, ministra vendimmarrës, ministra që janë edhe mendje hapur dhe që ja mendojnë të mirën këtij vendit, se na duhet me punu shumë për ta ndryshuar imazhin tonë të Kosovës. Duke filluar prej lirimit nga sanksionet e Bashkimit Evropian, nga kthimi i dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më pas nga lobimi që Kosova është një vend miqësor për të bërë bizneset, duke u kthyer në reformat e brendshme fiskale, artësimore, shëndetësore, sundimit ligjit e kështu me radhë. Dhe pyetja fundit, çfarë prisnin nga padia që keni ngritur ndaj ZRE-s për këtë vendim? Po, presëm që Gjykata Supreme të vendosë në mënyrë meritore. Ne kemi argumentu pse atakojmë gjitha aktet e zyrës rregullatorit të energjisë elektrike. E kemi argumentu se sa e ndëmtu bizneset nga rritja e çmimit të energjisë elektrike dhe si ndikon në ekonominë e Kosovës, po si ndikon edhe në xhepin e çdo qytetarëve të Republikës Kosovës. Çdo qytetar sot është më i varfër se sa që ka qenë në paraqershorit. Dhe ja, jemi dëshmitar ku çdo ditë dërgohen faturat në për rrjete sociale ku dëshmohet se sa është rrit. Shto këtu edhe inflacionin që importojmë për shkak sasisë të madhe të madrave që importojmë si Kosovë, atëherë apo bëhet Kosova një vend i mirë për t'jetu? Ose apo bëhet një vend ku kem të ardhme të mirë? Kjo është pyetja. Zoti Rafuna, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit shumë, merci. Shikues të nderuar, diskutuam me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, zoti Lulzim Rafuna, për ndikimin e liberalizimit të energjisë së tregut tek bizneset. Faleminderit për vëmendje, mirupafshim.